Një situatë e papritur ka trazuar rrjetin dhe fansat e spektaklit pas një incidenti të ndodhur mes Mateos dhe Brikenës. Mateo ka tentuar t'i rrëmbej një puthje në buzë Brikenës, por reagimi i saj ka qenë i menjëhershëm dhe i fortë. Pas kësaj situate, ajo është parë duke u mbyllur në tualet, dukshëm në gjendje të rënduar emocionale. Ngjarja ka ndezur debate të shumta në rrjet, ku një pjesë e publikut e konsideron reagimin e saj si krejtësisht normal, ndërsa të tjerë po diskutojnë dinamikën e marrëdhënies mes tyre. Ndërkohë, familjarë të Brikenës kanë reaguar publikisht duke theksuar se situata nuk duhet dramatizuar dhe se gjithçka ka ndodhur nën presionin e kamerave dhe emocioneve të momentit. Ata gjithashtu kanë sqaruar se Mateo nuk ka qenë i dhunshëm, duke kërkuar më shumë mirëkuptim nga publiku. Megjithatë, fansat mbeten të ndarë. A ishte kjo një situatë e egzageruar apo një kufi që nuk duhej kaluar? Si mendoni ju? A ishte reagimi i Brikenës i drejtë apo gjithçka është keq interpretuar?